Gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka rrëzuar kërkesën e Gjon Shkamit për ta liruar nga qelia. Ai pretendon se nuk është autori i ngjarjes që tronditi vendin me vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, si dhe plagosin e 2 personave të tjerë palë në proces. Shkami u drejtua shkallës së parë me një kërkesë për zbutje mase 2 javë pasi apeli i Tiranës e rrëzoi atë. Të njëjtin vendim ka dhënë edhe gjykata e apelit, duke rrëzuar kërkesën e Gjon Shkamit për një masë më të lehtë sigurie. Ai pretendon se nuk ka patur dieni për veprimet e nipit të tij Elvis Shkami, që qelloi ndaj gjyqtarit Kalaja, sapo ky i fundit lexoi vendimin kundër kërkesës së tij lidhur me një konflikt pronësie. Nipi 30 vjeçar që ndodhet gjithashtu në paraburgim nuk e kishte apeluar vendimin për të kërkuar ndryshim të masës së sigurisë. Një ditë më parë, Shkami u drejtua me një letër nga qelia ku shprehte pendes për krimin, ndërsa rrëfente kalvarin që ka kaluar në polici, prokurori e gjykata për të marrë pronën që pretendonte se e kishte të trashëguar. Në 6 shtetorin e këtij viti, gjyqtari Astrid Kalaja u qellua me armë në sallën e gjyqit nga Elvis Shkami, ku mbetën të plagosur edhe babë e birë nga pala kundërshtare, Ragip dhe Ervis Kurti. Gjithçka ndolli kur Shkambi bashkë me xhaxhain e tij Gjonin po prisi një vendim mes të shumtëve në sagën e proceseve gjyqësore, sa i takon konflikti që kishin me 31 familje për çështje pronësie. Familja Shkami kishte përfituar një pronë si shpronar që në vitet 90, por strehimi 31 familjeve në të njëjtën godinë nisi konfliktin gjyqësor që zgjat prej 3 dekadash.